nuk do të gjeni një referencë të vetme të oponentëve në atë intervistë. Nuk janë përmendur një herë të vetme, është absolute. ZPS-ja vazhdon edhe përmend një pjesë tjetër të intervistës ku flet për shënjestrat ku duhet të godiste NATO-ja. Po kjo nuk mund të nënkuptoj oponentët. ZPS-ja madje ka dhe guxim dhe në paragrafin 508 dhe thot që në fillim shërbimi zbulim kundër zbulimit ishte thelbësor për mundësinë e UÇK që të kryen operacionet e veta përfshirë kundër oponentëve. Pra, në thelb ata vendosin shërbimin zbulimin kundër zbulimin edhe rrjedhimisht klientin tim. Mund të qenë një njësi zbulimi në një fshat, diku larg. Ata thonë kudo që të qenë përgjigjes së zoti Veseli. Edhe japin dhe një poshtë shënim që mbështesin këtë pretendim 2089, që prapë është një intervistë e zotit Veseli në vitin 2009 dhe citojnë të njëjtën gjë. Me sa duket ata kanë përdorur këtë intervistë edhe për bashkëpunimin kolektiv, por edhe tregojnë që filluan veprimtarit kundër oponentëve, sikurse pretendohet në këtë akuzë. Të ndërruar gjykatës, nuk do të gjeni një referencë të vetme të oponentëve në atë intervistë. Nuk janë përmendur një herë të vetme, është absolute. ZPS-ja vazhdon edhe përmend një pjesë tjetër të intervistës ku flet për shënjestrat ku duhet të godiste NATO-ja. Po kjo nuk mund të nënkuptoj oponentët. Më pas marrë një pjesë tjetër. Thonë që zyrtarisht Shiku është themeluar në kohën kur u themelua dhe qeveria e përkohshme. Zyrtarisht, po. Vërtet, po nuk bëri asgjë, kjo është pyetja. Ne duhet të dimë se në rrethanat si kemi punuar sa kohë, na duhet edhe zbulimi, se përmes zbulimit mund të kryenim operacionet tona dhe të mbroheshim. Pra, jam mbështetur në këtë paragraf një deklaratë të përgjithshme për nevojën që duhet të kishte një shtet për shërbim zbulimi kundër zbulimi. Nuk po flasim për Shikun tani. Por, ata pretendojnë që në këtë periudhë funksiononte zbulimi dhe kundër zbulimi. Megjithatë, si në çdo shtet duhet të ketë shërbim zbulimi kundër zbulimi, sepse kështu mund të mbrohet një shtet. Por, të dalësh në përfundimin se kishte operacione kundër oponentëve për mua është e tepruar. Tani, fajsi për shkak të lidhjeve e një, tani kemi fajsin për shkak të postit që ka pasur. S'ka asgjë të paligjshme në punën e zbulimit kundër zbulimit. Në gjithë botën ka agjensi zbulimi kundër zbulimi, FBI-ja, M15-a, kam politika dhe rregullore që janë të nevojshme për të mbledhur informacione për kërcënimet ndaj vendit.